Në prek të festave të nëndorit, është të shfaqur kryqi i thyer edhe në pikën më dominante turistike të Durrësit, në kullën Anxhuine. Pas shfaqjes së tij në shumë rrugë të qytetit, të cilat i kemi bërë probleme në vitin e ekranin Adrianet, tashmë kryqet kanë arritur në sheshin e Kullës, ku janë pikturuar me bojë të bardhë dy të tilla, simbole të svastikës ose kryqi i thyer nazist. Kulla Anxhuine, ku është bërë pikturimi, është një pikë turistike me vlera të rralla. Vizitorat vendes dhe të huaj maniten pasi nga kjo pikë. Mund të shohësh lirshëm detin deri në thellësi, anijet që hyjnë e dalin në port, dinamikën e jetës në qytet, plazhin, Durrësin periferik, Porto Romanon deri në kepin e Rodonit. Pra, kryqi i thyer është vendosur tashmë në një nga sitet e trashëgimisë kulturore që merr përparësi të madhe turistike, pasi është një pikë dominante mbi një zonë me qytetërim 3000 vjeçar. Kulla Anxhuine është ndërtuar në vitet 1272-1368. Njihet si kulla Barutit, pasi është përdorur si depo baruti në periudhën osmane. Kulla ka një lërësi 8 metër dhe një diametër të formës rrethore 10 metër. Ardhja e këtij simboli nazist nuk është mirë pritur nga të moshuarit dhe organizata pasardhëse e veteranëve, të cilët kërkojnë që të reagohet dhe hiqen objekte të tilla.